Kryetari i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla, ka reaguar ashpër pas vendimit I gjykatës administrative për të shfuqezuar masat disiplinore ndaj 6 deputetëve të opozitës. Përmes një mesazhi publik, Balla e konsideroi këtë vendimmarrje si një kapërcim të kompetencave dhe një lajfitje të pastërligjore në objektin e gjykimit. Sipas tij, parimi I vetrregullimit parlamentar është I qartë dhe përcakton se masat disiplinore brenda kuvendit nuk mund të shqyrtohen nga pushteti gjyqësor, pasi kjo cenon ndarjen e pushteteve. Por thelbi I çështjes është një lajthitje në objekt për çdo që mund ta ketë thënë këtë vendim. Ndoshta, gjyqtari apo gjyqtarja nuk e di se gjykata e lartë e Republikës sonë e ka konsoliduar praktikën në një rast më parshëm duke sankcionuar moskalimin e gardhit të gjyqësorit tek fusha e legislativit për këto lloj masash disiplinore. Dihet botërisht se gjykatat nuk kanë jurisdiksion të gjykojnë këto lloj masash disiplinore, sepse këto janë akte të parlamentit dhe nuk mund t'i nënshtrohen vlerësimit nga pushteti gjyqësor. Përveç se në rastin kur vet ligji I posaçëm për statusin e deputetit apo rregullorja e kuvendit do ta parashikonte shprehimisht këtë mundësi. As ligji, as rregullorja nuk e përcakton këtë mundësi. Në këto raste vepron parimi I autodikjes, pra që janë organet e vetë parlamentit ato që gjykojnë veten dhe askush tjetër. Përjashtimet duhet të parashikohen shprehimisht në kushtetut apo në një ligj të posaçëm, ndryshe nuk I hyn dot brenda gardit. Tani kush do reagoj? KLG-ja, ILD-ja apo shoqatat për këtë lajthitje në objekt? Ai mbrojti sanksionet e ndërmarra nga kuvendi, duke deklaruar se askush nuk mund të jetë mbi rregullat dhe se dhuna apo bllokimi I punimeve parlamentare nuk mund të gjejnë asnjë lloj justifikimi në një sistem demokratik.